Maturantët e pikturës dhe skulpturës përmbyllën ciklin 3 vjeçar të studimeve në shkollën artistike Prenkjakova. Në ekspozitën e hapur këtë mërkur, nxënësit paraqitën punimet e tyre të diplomës, të cilat do të vlerësohen nga mësuesit e tyre. Sot janë më nxënës që diplomojnë, ku kanë nxjerrë punimet, dikush 3, dikush 4 punime, siç kanë mujt për me punu gjatë vitit. Masi paraqesin punimet, lellet komisioni, i cili përbahet nga shefi i sektorit të figurativit dhe 2 mësuesit më tjetër, ku jam edhe unë, është edhe psikologja e shkollës, bëhet një komision i zgjenuar, që bajnë vlerësimin specialistat, edhe më na japim i vlerësim total. Ndërkohë, mësuesja Esmeralda Herovi tregon se prezantimi i nxënësve ka qenë i kënaqshëm. Ne jemi mundu, sepse ne këto nxënës janë nxënës tonë që në vit parë, pra ne i ndjekim, është një proces që vijon që në vitin e parë, në vitin e dytë, në vitin e tretë, këto punojnë me ne, pra dihet që në vit parë që këto diplomen do ta mbrojnë me ne, dhe ne dim që diplomen ne do të jemi mentor të tyre edhe në diplomë. Që mundohena që temat e diplomës në përgjithësi janë simbolike, pra për zgjedhjet një simbol, dhe ne mundohena që ne t'i drejtojmë në teknikat ku ato në këto 3 vite kanë shfaq aftësitë maksimale, pra që të kena rezultatet maksimale. Besoj që po me sa shikoj kena arritje shumë të mira. Në këtë periudhë të vitit, maturantët e shkollës artistike Prenkjakova po prezantojnë punimet e tyre të diplomës, të cilat do të vlerësohen nga mësuesit në secilin profil përkatës.